Atëherë, çdo bashkëshort ka detyrime ndaj bashkëshortes së tij. Dhe këto detyrime nuk janë vetëm detyrimet financiare në shtëpi, por edhe nevojat bashkëshortore. Prandaj, unë të këshilloj që si fillim ta këshillosh bashkëshortin tënd, ti friksohet Allahut lartësuar dhe të ketë parasysh detyrimet që ka ndaj bashkëshortes së tij, nevojat e saj, ti mundohet ti plotësoj nevojat e saj. Normal, ti si bashkëshorte do të shikosh edhe mundësinë e bashkëshortit tënd. Këshilloje, përkujtoje për detyrimet që ka, dhe nëse e shikon që bashkëshorti jot neglizhon dhe nuk don t'ja di për këshillat që jep, atëherë zgjidhja e fundit është ndarja, por unë të këshilloj që mos nxitohesh për ndarjen.